Po, është një blerje klasike e votës. Pra, kjo mënyrë e shpërndarjes në kohë zgjedhjes të mjeteve është blerje, tentim për blerje klasike të votës dhe kjo është një sjellje recidiviste. Pra nuk është hera e parë që kjo qeveri e bën, e cila ka kritikuar qeveritë e tjera të kaluara për këtë fakt. Pra i ka kritikuar ashpër. Lëvizja vetë vendosen nga një lëvizje që është shquhe që ka sjell një revolucion politik përmes qëndrimit edhe me protesta nga njerë edhe të dhunshme kundër institucioneve dhe kundër keqpërdorimit të institucioneve dhe tani është këtu një politik ku i ka kap institucionet dhe po bën edhe më keq me njëjtën gjë, siç është bërë në të kaluarën. Pra ajo nga një politik që ka qëndruar zëshëm kundër padrejtësive, kapjes së institucioneve, keqpërdorimit të pozitave zyrtare, kundër korrupsionit, kundër shumë fenomeneve negative në shoqëri dhe kundër edhe kësaj praktike që në kohë zgjedhjesh të shpërndahen mjete financiare nga buxheti për të blerë votën, tani e bën vetë të njëjtën gjë. Dhe kjo është e patolerueshme, domethënë sepse dhe këtu është kam rikulmin që siç duket edhe kjo do të pësoj fatin e partive tjera të kaluara që momentin kur kapin shumë pushtet nuk din ta menaxhojnë, ta administrojnë dhe pastaj e humbasin, sepse siç e fiton besimin, kërkon shumë mund për të fituar besimin, por për ta humb lehtë. E qartë. Ti rikthehemi idesë LDK-s përmendë sloganin bashko.